A e dini se kush janë nënshkruesit e peticionit më qesharak që keni ndëgjuar ndonjëherë? Ja. Syzet. Syzet janë syze jo të lira, syze që i shkojnë formatit tim. Shumë e vërtet, 60.000 euro syze i shkojnë formatit të tij. T'i japnojmë veshin edhe këtij akademiku tjetër. Kështu që Shqipja është sa nga shekulli 6, po themi është 1500 vjet e vjetër. Pra, jo 6000. Me pak fjalë, këta kanë kërku që shteti me ndalu paraqitjet publike televizive të gjithë atyre që ofrojnë teori të ndryshme sa i përket lashtësisë së gjuhës shqipe. Në skenarin më absurd të mundshëm, ta zëmë se shteti e miraton një kërkesë të tillë. Le të na tregojnë se çish kanë me ndalë studiuesit amerikanë të revistës Science që konstatojnë se gjuha shqipe është ndër 3 gjuhët më të vjetra në Evropë. Apo qysh kanë me ndalë studiuesit zvicran që dalin me konstatime se lini i Hipogradesit është 8500 vjeçar, pra vendbanimi më i vjetër në kontinentin e vjetër. Të gjithë ne mund të gabojmë në interpretime, mund të japim konstatime jo sakta e të shprehim mendime të ndryshme. Mirë po, të dilet me një peticion të tillë kundër fjalës së lirë. Kjo, nëse nuk është ndajthitje, atëherë është një sherrë e madhe. Pyetja $1 milion është: pse gjithmonë ata që i kemi në pozita kyçe nuk na prin për vetëm hedhin pengesa udhës? Kush po na i zgjedh ata?